Edi Rama është nga ato politikanë që ngjall gjithmonë debate dhe diskutime. Me përvojën politike që ka, ai tashmë ka mësuar që edhe skandalet më të mëdha që mund të ndodhin nga ministrat e tij t'i shruaj pa zhurmë dhe me shumë diplomaci. Dhe në fund vjen ajo thënia: kanë ngrënë kumbulla pas kurrizit tim. Unë nuk dija gjë. Tani le të përballen me ligjin. Historia e kumbullave dhe dardave i vë kapakun çdo skandali që e qarkullon në media. Gjithsesi, për te politikës, ajo që ka patur gjithmonë interes ka qenë jeta private e kryeministrit. Dihet që Rama është baba i 2 djemve. Gregu është djali i tij nga martesa e parë me aktore Matilda Makoçi, ndërsa Zaho është djali që ka me bashkëshorten aktuale Linda Rama. Por ajo që ka çuditur Ramën është se krejt papritur ka dalë në skenë edhe djali i tij i tretë. Por çfarë ka ndodhur? Ka qenë një ditë e zakonshme pune për kryeministrin, i cili ishte i ftuar për një intervistë. Pikërisht, gjatë kësaj interviste, gazetares i vjen një mesazh nga një djalë, i cili kërkon që t'ia lexojë kryeministrit, duke i bërë kërkesën e veçantë se donte që Rama të bëhej babai i tij për jetë. Djali i tha Ramës: "I nderuar kryeministër, me gjithëzemër të bëj sot një kërkesë publike që ti të jesh babai im, jo se unë nuk kam baba, por sepse të dua ty si baba. Dua të them se babi im punon kamarier dhe vjen çdo ditë në shtëpi me xhepat e mbushura me lek që i lën bakshish, shumica prej tyre janë hekuri. Unë në darkë i fuz duart në xhep babit dhe i marr ndonjë lek që ta kem për shkollë, por kur kthehem, ai më ndëshkon sepse ka kuptuar që unë i kam futur duart në xhep. Dua që ti të jesh babai im, sepse ti nuk ndëshkon dhe nuk kupton kur të fusin duart në xhep. Ti shumë ministra e ke në burg se të kam vjedhur, por ti nuk e kuptuar asnjëherë këtë gjë. Bëhu babai im të lutem, sepse nuk do ta kuptosh sa herë unë do të fus dorën në xhep." Rama ka mbetur pa fjalë nga ky krahasim që i ka bërë Iriu shqiptar dhe i ktheu përgjigje se Partia Socialiste është si një familje ku çdo njeri mban përgjegjësi për gabimet e tij. Kur një djalë të thotë se të do si baba, jo sepse s'ka, por sepse ti nuk e kupton kur të fusin dorën në xhep, ndoshta është koha të pyesim: a kemi krijuar një realitet ku përgjegjësia më e madhe është pikërisht mungesa e përgjegjësisë? Dhe më tej, a është kjo politik ku çdo kush bën si të dojë me xhepat plot, por me ndërgjegjen bosh? Ju si mendoni, ky është një kompliment apo një ironi që jep një mesazh të qartë? Për të treguar mendimin tuaj, mund të na lini një koment poshtë videos.